Territori i Kosovës për datën 5 gusht 2026 do të karakterizohet nga moti qëndrueshëm me kthjellime dhe intervale të gjata me diell. Gjatë pasdites në zonat malore mund të ketë vranësira të pakta kalimtare, por pareshje. Paraditja do të ketë mot kryesisht të kthjellët, ndërsa pasditja vijon me mot të ngrohtë dhe të qëndrueshëm. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 17 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 37 gradë Celsius. Era do të fryejë lehtë nga drejtimi veri-perëndimor me shpejtësi 2 deri në 5 metra për sekond. Indeksi ultraviolet për Prishtinën pritet të jetë i lartë rreth 8 deri në 9. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Prishtinë do të jetë rreth orës 5:24 minuta, ndërsa perëndimi rreth orës 19:59 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si më poshtë. Mitrovic, 18 deri në 36 gradë Celsius. Podujev, 17 deri në 35 gradë. Skënderaj, 18 deri në 36 gradë Celsius. Pej, 18 deri në 36 gradë. Prishtinë, 18 deri në 36 gradë Celsius. Gjakov, 19 deri në 37 gradë. Malishev, 19 deri në 37 gradë Celsius. Gjilan, 18 deri në 36 gradë Celsius. Ferizaj, 18 deri në 36 gradë. Kaçanek, 17 deri në 35 gradë Celsius. Suharek, 19 deri në 37 gradë. Prizren, 19 deri në 37 gradë Celsius.